Pra, sot kemi, si thush, element të ri që vinë në ardhen kulturën tërësi. Ka vepra, ka dhe krye vepra. Për të që po flisim janë krye vepra. Unë desha të duke çuar përpara ato që thotë Adi ka një problem të madh me AI-n, sepse problemi thelbësor është energjia që harxhon, që është e jashtëzakonshme. Për ta mbajtur një ditë në këmbë, duhet të harxhoj ujin e gjithë indis. Nëse vazhdojmë me këto ritme, deri tani nuk është zgjidh problemi se si do shtohen serverët, se si do ftohen këta, dhe si do mbajnë gjitha të informaciona, do ikin kozmos, nuk e dim. Po, për momentin, AI po dëmton ambientin, dhe këtë e din gjithë. Ju si regjizor ju ka dëmtuar e para punës të kjo pjesa e artit? Jo, unë desha të flasë ka një problem moral. Padyshim, ajo është një problem i madh ekologjika e pastaj. Problem moral i madh i shoqërisë. Tjetra është që njerëzimi nuk ecën dot me ritmet që po ecën ajo, sepse është progresive. Nëse nesër del kompjuteri kuantik, që është 3.5 miliard vite do duhen ta zgjidh një problem, kompjuteri normal ai e zgjidh për 4 sekonda. Pra duhet kuptosh diferencën. Dhe njeriu si do e kapi, si do mund ta kontrollojë gjithë të super fuqi. Dhe është një problem shumë i madh edhe për ata. Për ne ka një dallim tjetër që të gjithë në Evropë, po fillojnë nga festivali i Kanës, i kanë bërë blokad e AI. Do më thonë ti duhet t'i deklarosh nëse ke shkrujt skenarin me AI, apo nëse ke... Mund të zhvillosh një plan, po themi që fillon me aktorin, e ke prerë diku, e AI mund të vazhdoj edhe pak më tepër, 2 sekonda më tepër, kjo nuk quhet shkelje, po themi, sepse ta jep këtë mundësi dhe vetë programi montazhi. Për se zvendëson një personazh me AI, se unë të mungon aktori se mund të ketë pësuar një problem, apo ka ndruar jetë, apo nuk e di. Në lidhje me këtë, jam me Adin që nuk do mundet kur që ta zvendësoj njeriu, po flas për artin, sepse në atë moment nuk do kishim nevojë për art, nëse çdo gjë është kaq e qëruar dhe në vendin Keni ndonjëherë frikë zoti Budina për shembull që duke qenë se un kam parë shpeshherë video në rrjetet sociale që rikthejnë aktorë të cilët janë të ndjerë dhe bëjnë dhe vazhdojnë filma, vazhdime filmash. Pra si kanë bërë Titaniku 2. Ja, po do të them diçka. Në momentin se ndjeshmëria ime më thot, në momentin që ajo do rikthehej, do kishte 1-2 filma, po ke i treti, ke i katri, është eksperienca njerëzore ajo që e bën. Rikthimi i Humphrey Bogart sot mund të jetë 1-2 filma, por nuk është në 7 filma. E kupton, nuk ka e kryen shpejt atë histori. Sepse duhet të presësh këta që do rinë, do lindin. Do futen tek fushat e inovacionit, pra teknologji, inovacion, ka vende ku arti, po ka dhe momente për shembull, unë vazhdoj me atë idenë edhe të spekulimit, edhe për shembull doli një nga ankandet me që ma kujtove virtual NFT. NFT-a ka qenë në momentet e para pati një boom të jashtëzakonshëm, sepse ka të bëjë edhe shumë spekulimi me shumat që futen, offshore etj me radhë që anonimati dhe pikseli se ndahet në piksela, NFT-a, pikseli i puthjes së Klimtit, ai pikseli final, u shit miliona euro. Por çështja nuk është domethënë tek ky elementi që pse u shit ky miliona euro, puna është ke vazhdimësia. Domethënë vazhdimësia kuptohet që për shembull NFT-a sot nuk ka më ato, pak si këto monedha digjitale që kanë ngritjet dhe uljet e tyre. Dhe u kuptua në fakt që ishte një moment shumë i madh, më themi i një spekulimi, pavarësisht që janë tuca që vazhdojnë edhe operojnë, por që fundit ka dhe ajo vendin e vet pa ja hequr, si thuash, atit angazhimit direkt, si thuash, me një fenomen, me një aktivitet, apo edhe me një mjet që lidhet me artin. Unë mendoj që sa më shumë përpiqen ti ngatrojnë, domethënë këto bashk, aq më shumë neve hymë në një paqartësi. Mendoj që duhet ta lëmë të rrjedhit koha dhe edhe do ndodhi ajo fundi 1800-s, fillimi 1900-s që do futet në hullit e tyre. Ja ta pyes edhe zotin Drishti lidhur me këtë realitet të ri për botën e AI, duke qenë se ju i gëshetoni televizionin tuaj gjitha rrymat, edhe artin. Ai u mendoj duhet vetë komplet AI, edhe gazetarin. Jo AI, unë jam kundër AI.
Dhe kundër AI në përdorimin për shembull, siç dalin tash speakeret me i bë me AI, unë jam totalisht kundër, sepse njeriu human nuk zëvendësohet nga AI. Pse zoti Drishti, nuk mundet ta shfrenoni imagjinatën te këto speakeret me AI, se ju e keni shfrenuar imagjinatën. Ju e keni atë keni thyer tabut biles. Se biles mund të thyeni akoma edhe tabut të tjera. Jo, do thyen. Këtë muaj besoj se do i dëgjoni, sepse këtë muaj unë do la çoj platformën e re TNT, që është The Naked Truth. I ke marrë lejamas për këto? Jo, s'kam lidhje me Amen fare, nuk kam lidhje as me Akepin as me asnjë. Unë kam hapur një platformë e cila është globale, lançohet tashti. S'kam lidhje as me Amen as me Akepin, domethënë kam Nuk pas ka lidhje me Jo, unë do prodhoj video, do shes video, kaq. S'kam lidhje, nuk do bëj televizion. Kontenti si teket edhe me krijuesat e tjerë, me kuzhinjera, me lajme, edhe lajme, po lajme. Pse ishit kundër? Pra, jam kundër sepse personi, njeriu, për shembull, ti me AI nuk mund të bësh një intervistë në kohë reale me një person rus.